Megjithatë ka gjithkohë, domethënë gjithë botën, mirë po të jenë të gjitha këta akter edhe të mendojnë që eventualisht ka mundësi të preventohet. Mirë po në fundit na mas parit fillojmë të mendojmë. Ne domethënë edhe ju jetët e informimit keni shumë dikem domethënë të krijoni emisione të tilla, sidomos verës për shembull kur edhe në për vikende unë di që ju pushoni, po ndonjëherë ti merrni gjitha shtresat, edhe të kupton edhe i riu sa ta pritojnë me shiqu. Edhe janë shumë atë kënaqur mi po këto Big Brother atë çka janë son ty jam aut krejt për atyre, se sot të koncentrohet me një emision i cili ka të bëjë me atë të ri, ose me atë të re e cila të shkon në mënyrë që të sigurohet për shkak se çdo të cenim i jetës, çdo pikpamje, edhe aty ku shpërndohet narkotiku, edhe aty ku domethënë është cenim i integritetit të një personi, prandaj ke drejtim në mënyrë institucionale të vendosë diçka bashkë me juve për të ngritur vetdijen e gjithëve, për shkak se shteti është i sigurt, atëherë kur çdo person bëhet polic. Si bëhet polic? Duke bashkëpunuar edhe me organet kompetente edhe me organin e parë kur e kena hallin që është Policia e Kosovës, e cila njëkohësisht është një ndër institucionet më kredibile në Kosovë. Zotri Ura? Nështë ta po e thëmë edhe për të kalumës që e kom pas edhe prej dashnis që Policinë më të mirë e kemë Ballkan. Po është e vërtet, ju Ballkan, unë e besoj edhe më tutje. Por Ballkan e kemë të sigurt. Edhe më tutje. Djemë dhe vashat tona që jenë polici janë... Edhe më tutje. Mos në afrohen kushtet veç mund me korri. Unë e kom pas praktika në shtete tjera, Unë e disën na vjen me shumë veç shumë. Ideale kështë me qenë dëmonë me pas vetëdisim